Pakufi në Albania FM. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në emisionin e radhës Pakufi. Edhe sot, si çdo ditë, do të lexojmë opinionin e analistëve të njohur të gazetarisë shqiptare në lidhje me problematikat që shqetësojnë opinionin publik. Artikulli që kemi zgjedhur për sot është shkruar nga Endrit Shabani. E titullohet "E kush ka frikë nga modeli anglez në arsimin e lartë". Për më tepër po vazhdoj me leximin e tij. Kam ndjekur këto ditë në media debatin për reformën në arsim, i ngritur mbi raportin e parë të Komisionit për Arsimin e Lartë. Ky debat publik mendoj se duhet përshëndetur, pasi vendos një standard të ri të hartimit të politikave në Shqipëri, duke i diskutuar ato pikërisht me ata që do t'i zbatojnë në të ardhmen. Sigurisht, ky vlerësim vlen në momentin që diskutimi do të shërbejë për të pasuruar këtë politik dhe jo vetëm për të legjitimuar atë që është vendosur paraprakisht. Gjithsesi, debati publik aktual duket se është përqendruar shumë tek modeli që përfaqëson, ku megjithse jo e pranuar zyrtarisht, ekziston një konsensus publik se ky raport synon ta reformojë arsimin e lartë në Shqipëri sipas modelit anglosakson. Për këtë çështje, reagimet kanë qenë të shumta, por kryesisht është theksuar sepse ky model është i papërshtatshëm për Shqipërinë dhe gjithashtu janë dhënë sugjerime që Shqipëria duhet ose të bazohet te një model shqiptar ose të ndjek modelin gjerman apo mesdhetar. Pa dashur të komentoj mbi raportin, gjë e cila kërkon vëmendje të veçantë në një artikull të dytë, dua të fokusohem vetëm tek debati mbi modelin e ashtu quajtur anglosakson. Për të qenë korrekt, do të ishte disi e pasakt përdorja e një termi që do të rrokte mënyrën e organizimit dhe drejtimit të universiteteve në të gjithë shtetet e SBA-ve dhe Mbretërisë së Bashkuar, pasi është e njohur që këto dy shtete kanë diferenca të mëdha në këtë drejtim. Prandaj në këtë artikull unë do t'i referohem modelit anglez të arsimit të lartë, pasi besoj që edhe ky raport pikërisht nga ky model është inspiruar. Si fillim, nuk mund ta fsheh keqardhjen që diskutimi kalon menjëherë tek modeli arsimor që duhet të ndjek Shqipëria, pa kaluar më parë tek një diskutim tepër thelbësor. Diskutimi se për çfarë na shërben arsimi dhe apo duam të na shërbejë ai. A kërkojmë ne që përmes arsimit të krijojmë identitetin kombëtar, të ndërtojmë një bosht moral, siç thoshte Durkheim, apo të kualifikojmë forcën punëtore? Pasi të kishim një debat të gjerë mbi qëllimin e edukimit në Shqipëri, atëherë edhe diskutimi për objektivin, rrugën dhe modelin do të ishin edhe më të qartë, por edhe më të vlefshëm. Gjithashtu, ky diskutim sigurisht nuk do të ishte i fokusuar vetëm në arsimin e lartë, pa folur edhe për arsimin parauniversitar. E them këtë pasi Shqipëria, ndryshe nga Anglia apo shtetet e tjera, ende nuk ka arritur ta ndërkombëtarizojë universitetin e saj, e përpasoj pjesa më e madhe, për mos thënë të gjithë studentët aktual në arsimin e lartë, vinë nga shkolla e mesme shqiptare. Pra, modeli i arsimit të lartë duhet të jetë në harmoni me modelin e arsimit të mesëm. Por, apo ndjekim në Anglinë dhe në arsimin universitar dhe në atë parauniversitar, siç do ta shpjegoj edhe pak më poshtë, unë mendoj se po. Arsyet pse një vend hedh syt nga një shtet tjetër për të huazuar politika janë studiuar gjerësisht nga autorë si Bridge, Steiner dhe Kamsi, të cilët kanë dhënë shpjegimet e tyre. Megjithatë, duke u bazuar në punimet e autorëve të ndryshëm, unë do të konstatoja se në debatet aktuale akademike në Europë, procesi i kopimit të një modeli apo një politike arsimore nga një shtet në një tjetër është një çështje paksa e dalë mode. Kjo pasi me fuqizimin e aktorëve ndërkombëtar që po marrin rol qeverisës në nivel ndërkombëtar, siç mund të jetë OECD apo Banka Botërore, gjithmonë e më shumë shtetet po shkojnë drejt një modeli të përbashkët në arsim, i cili jo për koincidencë është deri diku i inspiruar nga shkolla angleze. E këtu flas si për arsimin parauniversitar përmes testit PISA, ashtu edhe për arsimin e lartë, përmes procesit të Bolonjës. Këtu doja të ndalesha pak. Personalisht jam shumë kritik për vlerat që agjendat e reja globale të edukimit po induktojnë jo vetëm në sistemin arsimor, por në shoqëritë e sotme, ku kritikat fillojnë me krijimin e pabarazisë mes shoqërive dhe shteteve, duke vazhduar me dobësimin e identitetit kombëtar e duke e mbyllur me zhvendosjen e vendimarrjes nga sfera publike, student, prindër, akademik, tek elitat politike botërore. Por, pavarësisht kritikave të mia, Shqipëria i ka përqafuar prej vitesh edhe raportin e PISA-s edhe procesin e Bolonjës, të cilat synojnë pikërisht që të kthejnë arsimin e lartë shqiptar
sipas modelit anglez, si dhe të vendosin arsimin e mesëm dhe të lartë në funksion të kapitalit. Nëse Shqipëria duhet të shkëputet nga kjo rrjedhë botërore, mund të kërkonte një diskutim të gjerë. Por, për sa kohë ne përmes procesit të Bolonjës jemi pjesë e zonës europiane të arsimit të lartë dhe marrim pjesë në studimin PISA, ky diskutim do të ishte i pavend. E përpasoj unë, duke mirëkuptuar ata që argumentojnë se një model mesdhetar apo gjerman do të ishte më pranë realitetit shqiptar, megjithse edhe për këtë ngjashmëri të pretenduar nuk jam i sigurt, do të shtroja pyetjen: a do të ishte arsyeshme që ne të ndiqnim një shtet i cili për vete po reformon sistemin arsimor për t'ju përshtatur asaj që sot përfaqësohet në modelin anglez? Dua të sjell në vëmendje këtu se gjatë dekadës së fundit, Gjermania po reformon dhe arsimin parauniversitar dhe arsimin e lartë, duke ju larguar modelit të saj tradicional. Po ashtu, i vështirë mbetet edhe referimi tek një model origjinal shqiptar. Sidomos po të kemi parasysh që ne, universitetin e parë e kemi vetëm në gjysmën e dytë të shekullit të 20. Madje edhe atëherë, influenca e modelit arsimor sovjetik ka qenë kaq e lartë sa fjala origjinal do duhej përdorur me rezervë. E kështu pra, duke mos e parë modelin anglez thjesht si një huazim, por si të ndjekurit të një agjende botërore, unë jam nga ata që nuk mendojnë se dilema është a duhet apo jo të ndiqet modeli anglez i edukimit, por si duhet bërë kjo sa më mirë që të sjellë rezultate konkrete në arsimin shqiptar. Përpasoj, unë do të shqetësohesha në dy drejtime. Së pari tek keqpërdorimi i modelit anglez. Sikur shkollën angleze të mund ta përthithnim tërësisht që nesër, unë besoj se nuk do të na gjente asgjë e keqe, por kjo dihet që do të ishte tërësisht e pamundur. Atëherë, e vetmja gjë që mund të bëhet është një prerje si me bisturi e disa elementeve të caktuar në shkollën angleze, të cilat shikohen si të përshtatshme për të importuar në Shqipëri. Këtu qëndron pushteti i agjentëve që transformojnë politikat nga një vend në tjetër. Për shembull, mund të ndodhë që të përzgjidhen vetëm ato elementë që i përgjigjen disa agjendave dhe interesave lokale, të cilat do të ishin kontestuar në rast të kundërt. Kështu, duke u fshehur pas modelit anglez dhe suksesit ndërkombëtar të tij, politik bërësit mund të evidentojnë te ky model vetëm ato element që i përgjigjen agjendave të grupeve të caktuara dhe jo publikut të gjerë. Por ndërkohë të mposhtin rezistencën vendase duke legjitimuar këto ndryshime me stampën angleze. Rastet e tilla të një politike bumerang nuk janë të rralla në Evropë. Vetë procesi i Bolonjës është një prej tyre, ku 4 ministra arsimi krijuan një reformë evropiane për të bërë në vendet e tyre atë që ata nuk e bënin dot ndryshe. Gjithashtu, risku ekziston edhe tek tejkalimi i modelit dhe në emër të tij të ndërmerren në reforma që nuk kanë asnjë lidhje me të. Një gjë të tillë unë e kam vënë re në Shqipëri tek zbatimi i procesit të Bolonjës, ku mes një konfuzioni të përgjithshëm, nisma të caktuara me karakter të tipit lokal dhe pas një lidhje me kërkesat e deklaratave të Bolonjës, janë faturuar këtij procesi. Sigurisht, kjo bëhet edhe më e mundur në rastin kur opinioni publik nuk është i informuar gjerësisht mbi modelin e referencës. Ashtu si në rastin e Bolonjës, do të duhej pak më shumë transparencë sa ka patur në çka konsiston kjo reformë dhe çfarë angazhimesh ka marrë shteti shqiptar. Ashtu edhe në këtë rast do të ishte me shumë vlerë të diskutojmë se çfarë kuptojmë me modelin anglez dhe cilët element janë menduar të importohen në Shqipëri. Pasi është afermendsh që i gjithë sistemi nuk mund të merret, por vetëm disa pjesë të tij. E nëse ky shqetësim është i bazuar, atëherë i gjithë debati që është ngritur këto kohë për të kundërshtuar modelin anglez nuk bën asgjë më shumë se konsolidon mundësinë e përdorjes së logos angleze. Sidomos po të marrim parasysh që në disa sisteme reference të pranuara gjerësisht në Shqipëri, për shembull renditjes e universiteteve të Times apo Shanghai, universitetet angleze gëzojnë reputacion të lartë. E përpasoj të pakt janë ata që nuk do të donin që Shqipëria të kishte një arsim të lartë si Anglia. Së dyti është shqetësimi që lidhet me zbatimin e kësaj reforme. Çdo politik ku transferohet nga një vend në një tjetër kalon përmes filtrave të caktuar të perceptimit të agjentëve që ndihmojnë importimin e saj, si dhe filtrave të tjerë që aplikohen në përshtatje, zbatim dhe brendësim të reformës. Kjo do të thotë që reforma mund të zbatohet në tërësinë e vet, por vetëm në ato element që interesojnë grupeve më të fuqishme të interesit, çka do të bënte që këta të fundit të zgjidhnin hallet e tyre, por ndërkohë sistemi sërish të mos përfitonte nga reforma në tërësinë e saj. Po ashtu mund të ndodhë që kjo reformë të ketë efekt të izoluar vetëm në disa universitete të Tiranës dhe të mos shtrihet kudo, duke kontribuar kështu edhe më tepër pa barazim brenda vendit.
E po t'i referohemi të shkruarës son, jo pak reforma tepër premtuese në letër, kur kanë kaluar përmes këtyre filtrave të mësipërm, janë deformuar deri në prodhimin e diçkaje që nuk i përngjan as originalit, e nuk i hyn në punë as dreqit. E përpasoj, publiku zhgënjehet dhe e humbet besimin tek modelet e huaja, të cilat në vendet e tyre janë të suksesshme. Unë besoj në konceptin e Sadler, i cili shprehej se një sistem arsimor është si një trup i gjallë, e nuk mundet që dikush të marrë një lule këtu e ca gjethe aty, të ngjis bashk dhe të pretendoj se ka një lule të gjallë. Prandaj unë, duke qenë sigurisht prondjekës së modelit anglez në reformimin e arsimit në Shqipëri, sigurisht mendoj se ky model vetëm nëse kuptohet tërësisht, përkthehet qartësisht e përshtatet në mënyrën më harmonike të mundshme me realitetin shqiptar, mundet të prodhojë rezultate pozitive, jo vetëm për arsimin e lartë, por për shoqërinë tonë në përgjegjësi. Për një përshtatje sa më të mirë të modelit anglez, do të ndihmonte besoj edhe një reflektim i gjerë mbi situatën aktuale të arsimit dhe shoqërisë shqiptare. Skocia, për shembull, mund të paraqiste një shembull brillant në këtë drejtim. Një shtet i vogël për nga popullsia, pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, i cili ka arritur me sukses të akomodojë në sistemin e vet arsimor edhe agjendën ndërkombëtare edhe traditën e vet në arsim, duke mos hequr dorë në asnjë moment nga shfrytëzimi i sistemit arsimor si një hapësirë për krijimin e identitetit kombëtar. E për të mbyllur, dua të shpreh bindjen time se në kohën ku jetojmë, me informacionin që kemi deri në këtë kohë, duke mbajtur në mend aspiratën evropiane të shqiptarëve, si dhe angazhimet ndërkombëtare të marra aktualisht nga Shqipëria në fushën e arsimit, shqetësimi nëse vela duhet i drejtojmë apo jo nga Anglia është një dilemë e zgjidhur. Të nderuar dëgjues, ju rikujtojmë se opinionet e autorëve nuk paraqesin domosdoshmërisht edhe opinionin e redaksisë. Akufini.